Vogëlushët e kopshtit nënshkruesi pavarësisë në Bisefa festuar një qershorin, ditën ndërkombëtare të fëmijëve me një aktivitet të organizuar në ambientet e shkollës së bashku me edukatoret Romina Kajdo dhe Adela Çela. Festa u zhvillua në një atmosferë gëzimi dhe argëtimi, ku fëmijët u kënaqën me këngë, recitime dhe aktivitete festive të dedikuara kësaj dite të veçantë për ta. Unë jam një lule vogël, që i bukur të ngjë e erëm. Unë jam një çerdon, për mërkës bukuron. Unë jam një flutu, flutërën a e lule një zete, se gëzim në çdo zemër. Unë jam bajri, rritën shpejt me dasuri. Pramera na si e buzëqeshje, gjyra dje dhe plotare. Le të lojmë të gjithë së bashku. Le të lojmë të gjithë së bashku në të sikajt e bukur. Të veshur bukur si kjo ditë, vogëlushët mbyllën kopshtin, një etapë e rëndësishme për ta dhe do të bëhen gati për fillimin e klasës së parë vitin e ardhshëm shkollor. Trokitit e pragu, si në praverës, i thotimi tëmbel, që këson erdha, sala dalla ndyshe, edhe lule shjera, do pek lule shtrydhe, do pek mana fedha. Edukatore Romina falenderoi fëmijët dhe prindrit për vitet e kaluara së bashku, duke uruar suksese në rrugtimin e ri shkollor që i pret. Të dashur fëmijë, prindër, sot është një ditë e veçantë, pasi jo vetëm festojmë një qershorim, por dhe mbylljen e këtij viti të bukur. Por edhe për cilin me shumë dashuri fëmijët tanë që do të hedhin hapat e para drejt klasës së parë. Të dashur fëmijë, ju jeni krenaria dhe gëzimi ynë. Kemi kaluar së bashku momente të bukura, kemi mësuar, luajtur dhe jemi rritur çdo ditë bashk. Edhe pse do të na mungoni shumë, jemi të lumtur t'ju shohim duke ju nisur një rrugë të drejt dijes. Ju uroj suksese në shkollë, shumë shok të rinj dhe gjithmonë buzëqeshje në fytyra. Me veshjet e diplomimit nga kopshti, fëmijët morën certifikatat simbolike dhe mes emocioneve dhe buzëqeshjeve hodhën kapelet e vogla, duke shënuar përfundimin e ciklit të kopshtit. Një qershori është një ditë që lumturon edhe prindrit ku shohin fëmijët me buzëqeshjen e tyre të ëmbël.